Në anën tjetër, rastët e dhunës në familje, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, ka shënuar një rënje të lehtë. Vetëm gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti janë raportuar mbi 1300 raste, por eksperti i çështjeve sociale Vebi Mujku vlerëson se duhet edhe më shumë të punohet në vedisim. Dënimet asnjëherë nuk kanë rezultuar si të shëndosha, sepse pas një dënimit pastaj shpërsohet edhe më tutje situata brenda familjes. Unë mendoj që duhet të punohet në parandaljem dhe në reintegrim social të këtyre rasteve të cilat ndodhin. Pra me ngritjen e vedijes rreth parandalimit, besoj që ky do të ishte hapi i parë. Njëkohësisht edhe një lloj këshillimore paramartesore para se këto çifte që të hyjnë në martesë do të ishte shumë efikase në mënyrë që të përgatiten çiftet se çka i gjen në martesë, pra cilat janë përgjegjësitë dhe obligimet brenda martesës. Shumë familje kosovare akoma nuk dinë gjë për fatin e më të dashurve të tyre të pagjetur nga lufta e fundit. Pas kalludrës së vogël dhe Jabukës në komunën e Zubin Potokut, mbetje mortore janë hasur edhe në një lokacion tjetër që i bie